Nderuar vëllezër, sonte në xhamin tonë, xhamin Haxhi Sabri, është një natë e veçantë, e cila e veçon nata e Kadrit. Mirë po, kësaj nate, inshallah sonte do t'ja shtojmë edhe një gëzim që ka të bëjë me fëmijët që kanë prezantuar gjatë muajit Ramazanit, kanë qenë prezent në faljen e namazit të sabahut dhe në faljen e namazit të ravis. Për shkak se në kohën e drekës dhe të ikindis ata vetëm se kanë qenë në shkollë. Mirë po, unë shfrytëzoj nga rasti që t'i falenderoj gjithë ata prindër që i edukuan, i këshilluan dhe u bën sebeb që fëmijët e tyre të vinë në xhami gjatë një muaji të tërë vazhdimisht, duke qenë korrekt. E për fëmijëve që sonte që do të kenë një dhuratë modeste nga ju si xhamat që ka përgatitur sonte inshallah bashkë me vëllezërit që janë këshilli iniciues që do t'u ndajmë. Vëllezër, janë 27 talebe, 27 fëmijë që ata vazhdimisht kanë qenë gjatë gjithë muajit Ramazanit prezent në xhami. Vëllezër, për dhuratave që neve kemi paraparë që mund të jenë dhe janë modeste, mirë po, do t'i gëzojmë fëmijë, do t'i lumturojmë, kemi pas të arsyeshme që të kemi trotoneta elektrik, të holla, një bicikël dhe nga një mirënjohje, ajo që është kulminante, që të vazhdojnë prindrit të edukojnë, është Kur'ani, ta mësojnë fjalën e Allahut dhe ta duan Kur'anin dhe Kur'anin Allah ta bëj pranverë të zemrave të tyre ya Rabbel Alamin. Me Kur'an, zemra gjenderman. Me Kur'an, çdo sfidë kalon. Do të fillojmë inshallah me 24 nxënës, të cilët disa prej tyre kanë mungu, ndonjëherë me arsye, ndonjëherë kanë qenë në iftare kështu me radhë, dhe shpërblimi për këta është më i vogël. E çfarë është shpërblimi për këta? Për këta 24, për këtyre 24, kush do ta ketë fatin? Ai që ka bërë sonte dua më së shumti, nëse ju ka pranuar duaja, do të ketë mundësi të fitojë për 24-ve janë 2 trotoneta elektrik, 1 bicikël dhe 4 holla në zarfin aty brenda. Fituesit e parë, i pari, i dyti dhe i treti do të ngelin në fund. Si do të vijoj? Do të aftojmë një nxënës që do të më tregon inshallah aga marrem këtu. Një nga një do të vi ta merr mirënjohjen, ta merr Kur'anin dhe të prej burakut ta merr dhe ta zgjedh ai vet cilën zarf e zgjedh dhe aty është fati i tij. Në fund inshallah do t'i ftojmë neve si këshilli iniciues, si këshilli i xhamis, ata që neve kemi parë për shkak se kemi marrë shënime se kush ka qenë korrekt në xhami, kush nuk ka mungu, e për tyre janë 3, që njëri prej tyre ka mungu një herë, njëri 2, njëri 3. Pra fituesi i parë ta merr ai që ka mungu një herë, fituesi i dytë do të jetë ai që ka mungu 2 herë dhe fituesi i tretë është ai që ka munguar 3 herë. Sonte na nderon me prezencën e tij edhe kryetari i komunës së Sulliçanit, Hafez Ejupi, që në emrin tim dhe emër të këshillit dhe gjithë juve e falenderoj që ai vin sonte që të na nderoj neve dhe të shpërndaj nxënësve këto dhurata. Allah ta shpërblet inshallah. O Ramazani dashur mirë se erdhe ti, mirë se të solli Zoti me plot dashuri. O Ramazani dashur me mall kemi prit, e sot me lot gëzimi gjithë i kemi sy. O Ramazani dashur mirë se erdhe ti, mirë se të solli Zoti me plot dashuri. O Ramazani dashur me mall kemi prit, e sot me lot gëzimi gjithë i kemi syt. Erdhi libri jetës që jetën na e mësoj, nga errësira e madhe botën e shpëtoi. Në këtë rast, pra të gjitha atyre të cilët morën ka 500 dinar, ishin 24, apo? Ju përdojnë edhe nga une, do t'i keni nga 500 dinar. Ai mashallah. O Ramazani dashur me mall kemi prit, e sot me lot gëzimi gjithë i kemi syt.